Tashi, mami ke që ke edhe kjo situatë, është që ke vështirë. Në radhë të parë, unë jam miku veterinari shërbimi që më këtë zonë këtu. Këta e s'ka që. Tu për momentin janë mbi 2500 krerë timta. Dhe mund të bëhen dhe rreth 100 krerë të trasha. Normalisht, lopë, të më thëmë. Këta dimë që punojnë, janë dimë të rinjë. Ne kemi thënë të mbajmë rinin këtu, mos rinë këtu. Bilet u japim dhe nga 5.000 euro për të bërë dhe bujtina. Ashtu, dhe kjo. Pa duhet kishte edhe bujtina këtu. A kemi thënë t'i mbajmë këtu? Tash po i prezejmë me dorën tonë. Nuk themi për qeverinë. Në dhe një firmë fantazmë, tash nga fundi i botës, ti marru. Kush e ti që merr këto? Ne Kofiti kemi ndarë që më kohë, e zoguta, ku diun. Toka është jemi autokton këtu. Nuk kemi njerëz të ardhur. Jemi vendalin. Prandaj duhet të mbështetet të gjithë ata që punojnë këtu. Këta kanë dhe familjarët e tyre, punojnë, marrin toka me qira, janë çunat e mirë, çunat të ndershëm, çunat punëtor, nuk merr as me drogë, as me ashash, as me vjedhje. Kjo marrin tokat, ti lën të vjedhin, të vrasin, të bëjnë. Kush jemi neve? Doam të ndihmojmë, atë ndihmojmë të tjerë. Jo tash kështu. Kjo është anarshi. Ma më keq flas kështu. Po unë jap puna, qëllimi kryesor është që kjo tokë është e fshatit Çerrava. Të rri këtu. Të rri këtu ku është? Me qira, pa qira. Ta shikojmë si mund ta bëjmë, të bëhet një zgjidhje. S'ka pse tash. Tash të ta bëj përzej me zorg. Ku do të pas të tjerë? Mundësi për ushqim vend tjetër ka? Tu nuk ka. Nuk ka. Ja. Pra automatikisht ne i dënojmë ato kafsh me therrje. Me therrje, me ashtu se nuk. Pastaj këtu me këto të ardhura dhe ne përfitojmë. Qumshin, gjathin, kemi bio, po dhe përfiton ai turisti që do vi këtu. Se do ai gjathin e këtij burrit këtu, gjalpet e tjetrit. Këta e bio me turistë që vi këtu. Kjo provohet gjithandej, domethënë. Nuk po tash nuk e kuptoj kjo për mua është diçka shumë e rëndë. Edhe më vjen keq, më vjen shumë keq që arriti të puna deri këtu. Djali mirë, djali deshëm. Ka punuar për interesat e fshatarëve, ai vet nuk ka. Ka asgjë. Ai është patriot, është aktivist. Djali më mirë i Çerravës. Është djalë me dy fakultete. Me shkollë të lartë. Është djalë fetar, fal 5 vakte në ditë. E provokuar ata aty. Ai këshilltari aty, e ka provokuar renda vetë. Me pa të tërë, e pa të tërë o hiku i vati e goditi aty. Dhe çfarë bëhet tash? Luftë me kë, me fshatarët. Antari i Këshillit Bashkiak zoti Ëngjëll Shyti u ngrit edhe na kërcënoi pasi u miratua vendim për cilin ne ishim totalisht kundër. Dhe ne i paraqitëm të gjitha argumentet, kryetari i bashkisë tha jo, këto janë teka, është e pavërtet. Të gjithë ata që votuan për turpe paçin dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim në të gjitha hapat ligjor, do vazhdojmë ta ndjekim ligjërisht çështjen. Nuk e di. Jemi shumë të ndinjuar. Shumë e dimshë dhe më e keq. Neve do të dekit të punë nuk e drejt. Toka është e Çerravës, i takon Çerravës. Nuk ka me këtu. Po erdhën çfarë do ndodh? Po erdhën e morën. Edhe nuk do të marrin. Nuk do ta lëm. Nuk do të marrin, nuk e lëm. O vdekje o liri. Nuk do të marrin. O vdekje. Kjo është toka tonë. Si tha toka tonë, të parë dhe alarë, kush mos ta breki se desi do tanë. Kaq. Shumë e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Si quhen zot?